Kapiteni i policisë dhe zëdhënësi i policisë rajonale në Prizren, Hazir Berisha, bën të ditur se sot rreth orës 5 në ambientet e hotelit i Meka në Sharr ka ndodhur një përleshje në mes të 4 personave, të gjithë të dyshuar, sepse në një mënyrë ose tjetër kanë qenë të përfshirë në raje ku është përdorur edhe një thik. 2 plagosur kanë marrë ndihmën e parë në shtëpinë e shëndetit në Sharr e më pas janë transferuar në spitalin rajonal të Prizrenit për shkak të natyrës së lëndimeve, ndërsa 2 të tjerë pas përfundimit të rajës kthehen në dhomën e hotelit në cilën ishin vendosur 3 ditë më parë për pushime. Pasi kishte arritur policia në hotel, këta të dyshuar tentojnë të ikin duke kërcyer nga terraca e hotelit, mirë po kapën dhe janë arrestuar. Dyshohet se motivi i kësaj ngjarje mund të jetë lidhur me njëri të tjetër nga të dyshuarit për një vajzë. Pritet vendimi i prokurorit të shtetit për procedura të mëtejme. Po kështu kapiteni Berisha njofton se dje rreth orës 12:05 policia e Randës është informuar se në fshatin Savrov ka të shtëna me armë zjarri. Pas daljes në terren është bërë ditur se krismat ishin dëgjuar nga një shtëpi ku po bëhej dasme. Pasi është kontaktuar i zoti i shtëpisë dhe është njoftuar për prezencën e policisë, i njëjti pa hezitim ka dorëzuar një kalashnikov me 5 fishek, një gzhoj dhe një pistolet të kalibrit 9 mm bashkë me 64 fishek të tjerë. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka vendosur që ndaj të dyshuarit të lëshohet urdhri për ndalim policor. Drejtoria rajonale e policisë në Prizren apelon tek qytetarët e rajonit që të tregojnë përmbajtje në përdorimin e armëve të zjarrit në çfarëdo rrethane. Në të kundërtën, të gjithë shkelësit e ligjit do të vihen para drejtësisë, shkruan zëdhënësi i kësaj policie, kapiteni Hazir Berisha.